Sigurisht, kur kanë përfundu zgjedhjet, ne nuk kemi pas një pasqyrë të qartë që mund të shkoj pra përsëritja e në fakt vazhdimi i seancave në këtë formë. Mirë po, nëse shihni gjatë këtyre kohëve, pra ardhjeve në kuvend, edhe vazhdimit të seancave, Lëvizja Vendosje, përkatësisht kryeministri Kurti, pra është mundu që përmes metodave të ndryshme të flas me të gjitha subjektet politike, duke i thirrë ata në takim fillimisht, e më pastaj pra duke propozuar një formë tjetër të votimit atë të komisionit ku mund të votohet kryetarja e kuvendit në formë të fshehtë. Dhe natyrshëm edhe letrat dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës për koalicion. Tash numrat janë çfarë janë në kuvend të Kosovës, ato po shihen kur deputetët po votojnë. Mirë po, obligimin ton kushtetues ne e kemi kry në kuptimin asaj që e kemi dhënë emrin e kandidatës tonë. Dhe sigurisht konstituimi i kuvendit pra bëhet nga të gjithë deputetët të cilët e kanë si obligim me qenë se kanë marrë përgjegjësi nga qytetarët, ndërsa sa i përket pjesës tjetër të qeverisë, ajo është pjesë ekskluzivisht ta themi e Lëvizjes Vendosje në këtë rast të kryetarit Kurti. Keni ndonjë parashikueshmëri edhe sa gjatë mundet me shku pas kësaj dite? Jemi gati në gjysmën e qershorit saktësisht. Sa gjatë mundet me shku deri në konstituimin përfundimtar? Po tash ju po kërkoni që unë të parashikoj. Unë nuk dua të parashikoj, unë nuk dua të parashikoj, mirë po unë mendoj që megjithatë do të gjendet një zgjidhje ku unë i thras gjithë deputetët kolegët e mi opozitar, të cilët e kanë për detyrë që ta konstituojnë organin më të lartë të aty në vend siç është kuvendi. Këtë ta bëjmë, më pastaj të kalojmë në atë fazën e parë ku neve na takon që brenda një periudhe 15 ditore nëse nuk gaboj, të përpiqemi ta bëjmë qeverinë. Dhe në këtë kuptim e thash dhe po e ripërsëris që konstituimi i kuvendit është obligim i gjithë deputetëve të cilët kanë marrë përgjegjësi nga qytetarët e Kosovës.